Orit e ngritët totalin në 9 majt. Me të thonë drejtën Agon, në raport me vitin e kalum, kampionati, dhe më thonë deri te play-offi, vitin e kalum ndoshta ka qenë pak maj letë soj përket lojnave dhe krejt gjonave, si vjetë ka qenë pak maj vështirë për neve, por në play-off ka rezultu edhe me rezultat që ka qenë pak ma letë për neve në play-off se so vitin e kalum. Dhe më thonë po flasë në bazë të rezultateve. Unë personalisht edhe ekipi e kena pas pak ma të letë organizimin, sepse bara mbi ato që na duhet me u shpall kampion, se që 12 vjetë nuk o bo të repqa kampion, na vesh e kemi te kalu ato vitin e kalum, por normalisht vështërsia e soj vjen që ti duhesh me mbajt në kontinuitet, kur të mërin me një pik, me qenë mos me robi që asoj pikës, se ma letë vjen deri te qajo pikë, se sa që e mbanë. Na kemi pas fatë se kemi pas edhe grupacionin e djemve cilë me të vërtet kanë luftu shumë edhe janë mundu shumë, nuk kanë kursy asnjoni kur gjo prej vetës, Dardani bile një loj me bashkimin ka hi, lëndum me lujt, mandena i ka rezultu me dosh me pushu edhe ma gjatë në play-off, në fund te kelle koton ditën e lojës, për shambull ka marrë, ose Green, njoni kanë marrë infuzion, të mushi që ditën e lojës ka qenë i griposun edhe ai ka marrë infuzion, kështu që jënë mundu se cili edhe unë po mendoj që si vjetë bashkaresht e kemi pas pak ma të letë përsoj përket ngarkesës psiqike të titullit.